Në këtë edicion do të ndiqni. Një person ka mbetur I vdekur si pasojë e lëndimeve të marra gjatë një përleshjeje. Në varezat e dëshmorëve të rrugovës së Hasit sot është përkujtuar e nderuar dëshmori Haxhi Hoti, I njohur si komandant Leshi. Procesi I votimeve të ditës së djeshme u karakterizua me numër të ulët të votuesve. Përshëndetje. Po fillojmë edicionin shëndror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Gjakovën mbrëm. Një person ka mbetur I vdekur si pasojë e lëndimeve të marra gjatë një përleshjeje. Trupi I pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ndërsa për televizionin ka folur babai I viktimës 18 vjeçare. Një person ka humbur jetën e 3 të tjerë kanë mbetur të lënduar pas një përleshjeje fizike që ka ndodhur të dielën mbrëma në lagjen Ali Ibra në Gjakovë. Viktima I moshës 18 vjeçare ka ndruar jetë, kurse ndaj dorasit të dyshuar I është saktuar masa ndalimit për 48 orë, I cili është ende në spitalin Isa Gresta në Gjakovë, jashtë rrezikut për jetë. E babai I viktimës tregoi rreth ngjarjes. Unë shpesh që më konë, ku jo marë shpesh ku më po përleshin. Njerë me vllavi në ku më po shtrit, për gjallë se ku më ditë. Gjallin e kishë pa prej kosa, kësha ka pasë ndonë nuk di, gruja vetë, mija vetë kretë. Prokuroria ka bërë të ditur se do të paraqes kërkesën për saktimin e masës së paraburgimit në gjykatën kompetente, ndërsa 2 personat e tjerë janë liruar nga spitali Isa Gresta. Në varezat e dëshmorëve të rrugovës së Hasit sot është përkujtuar e nderuar dëshmori Haxhi Hoti, I njohur si komandant Leshi. Bashkëluftëtarët e të gjithë të pranishmëve nderuan lart kontributin e komandant Leshit për lirinë e vendit. Me homazhe u përkujtua rënja e dëshmorit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Haxhi Hoti. E për të foli bashkëluftëtari I tij, Halil Qadraku. Lavdi. Vepra dhe jeta e tij, edhe pse atë ditë u shua shokët e tij, bashkëluftëtarët e tij, siç janë Kaplani, Maxhuni, Ramadani, shumë shokë, Dashyq, Qërishala, e të tjerë, nuk e lanë që vepra edhe puna e filluar nga Haxhiu edhe shokët e tij që ajo punë të ndalohet. Përveç fjaleve për komandant Leshin, komandanti I zonës së Pashtrikut foli për vlerat e dëshmorëve. Sot, se si vlerësohet vlera e gjakut të dëshmorëve, vlera e rënjes së dëshmorëve, vlera e luftës së ushtrisë ligjore të Kosovës, është për me të ardhur keq. Dhe më shumë, sa kalon kohë më tepër, më shumë po na dhimbën dëshmorët. Atëherë kemi lutë kushtimisht për them Zotin, siç e tha dhe Halil Qadraku, që na me pas fat ramjen për liri. Tash e shohemi se liria po keq përdoret. E shohemi se vlerat po shkelen. E shohemi se nuk po realizohen amanetet e dëshmorit. E për aktivitetin dhe kontributin e Haxhi Hotit foli edhe kryetari I Rahovecit, Smajl Latifi. Aktiviteti edhe kontributi I Haxhi Hotit është përtej rrugovës, përtej Hasit në të dy anët, po është aktivitet edhe kontribut I veçantë, prandaj mbetet aset I veçantë, pasuri e përbashkët e gjithë ushtrisë shërimtare të Kosovës. Haxhi Hoti, I njohur si komandant Leshi, vdiq gjatë luftimeve në zonën e Pashtrikut me 8 qershor të vitit 1998. Procesi I votimeve të ditës së djeshme u karakterizua me numër të ulët të votuesve, madje sipas të dhënave, numër kaq të ulët të votuesve nuk ka pasur në 7 vitet e fundit. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura dje në Kosovë kanë regjistruar pjesëmarrjen më të ulët të qytetarëve në 5 cikle të fundit zgjedhore. Sipas të dhënave zyrtare, në procesin e djeshëm zgjedhor, votuan vetëm 36.88% e qytetarëve me të drejtë vote, duke shënuar nivelin më të ulët të pjesëmarrjes në 7 vitet e fundit.
Krahasuar me zgjedhjet paraprake, rënja është e dukshme. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025, pjesëmarrja ishte 45.36%, ndërsa në ato të nëntëshkurtit 2025 kishte arritur në 46.54%. Niveli më i lartë i pjesëmarrjes në vitet e fundit ishte regjistruar në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit 2021, kur në votime kishin dalë 48.78% e qytetarëve. Edhe zgjedhjet e 6 tetorit 2019 kishin shënuar një dalje më të lartë, me 44.56% të elektoratit që kishte ushtruar të drejtën e votës. Lidhur me procesin zgjedhor në tërësi, kemi marrë edhe disa mendime të qytetarëve të cilat i ndjekim në vazhdim. Rezultatet preliminare të zgjedhjeve tashmë janë publikuar, ndërsa reagimet e qytetarëve në Gjakov nuk mungojnë. Ata kanë mendime të ndryshme për mënyrën se si u votua dhe për rezultatet. Përfshirësisht ashtu si ka dalë, ashtu sipas trenit sa kemi hulumtuar tren, ashtu ka qenë, sondazhi ka qenë. E në rrugët e qytetit u takua me një mërgjimtar të ardhur enkas nga diaspora për të votuar. Jam ardhur ekstra me votu. Ju kisha preferu, po tash t'i kalu zgjedhjet, jenë qetër edhe kur të bëhen, që me votu pak më tepër. Por pati edhe nga ata që shprehen ankesa për procesin e votimit. Zgjedhjet dhe dikun shkun mirë, po dikun jo, me pleq mas pari, një pjesë e madhe e pleqve s'kan mujt me votu, se i kushzun. Ata na herë të kun, plaki u kun me përcjellës. Ku di na i sot edhe të sa vjeqi me votu, ata i kanë hu vetë zgjedhjet. Se me mia pleq, tash llogaritë sa vota nuk o qi dje. E tash që aty nashtë është një mungesë, si të cila parti. Kërkesa e qytetarëve mbetet e pandryshuar, formimi i institucioneve sa më parë. Ndryshime thashë të formohet qeveria sa më para, edhe formohet presidenti për ndryshime ashtë herët me folë ala. Ndërkohë, numërimi i votave po vazhdon, ndërsa rezultatet përfundimtare pritet të përcaktojnë përbërjen e re të institucioneve. Mbesim tek tema e njëjtë nga qendra e numërimit të rezultateve në Gjakov, ka njoftuar se procesi i numërimit të votave ka filluar sot nga ora 16. Detaje kuptojmë në materialin në vazhdim. Qendra e numërimit të votave në Gjakov ka filluar numërimin e votave për zgjedhjet parlamentare të zhvilluara mbrëm. Pas mbylljes së kutive në orën 19 dhe numërimit preliminar në vendvotime, procesi është transferuar në qendrën kryesore të numërimit në palestrën Shaninushi në Gjakov. Procesi ishte i parapar për të filluar sot në mëngjes, por për shkak të kozgjatjes së pranimit të materialit zgjedhor, numërimi i votave u shtyje në orën 16. Nga përfaqësues së kësaj qendre na është bërë ditur që procesi po shkon pa probleme dhe sipas planit të parapar. Tridhjetë e 7 shkollat të Gjakovës janë shfrytzuar si qendra votimi gjatë ditës së djeshme. Megjithatë, ndonëse pak orë ndante procesin e votimit dhe atë të mësimit, asgjë nuk u bë pengesë që mësimi të zhvillohet normalisht në të gjitha shkollat, ku ende nuk ka përfunduar viti shkollor. Pak orë pas përfundimit të procesit zgjedhor, shkollat që shërbyen si qendra votimi janë kthyer në gjendjen e tyre të zakonshme dhe janë të gatshme për rifillimin e procesit mësimor. Sipas Drejtorisë së Arsimit në Gjakov, të gjitha institucionet arsimore janë pastruar dhe rregulluar pas përdorimit për zgjedhje, duke siguruar kushte të plota për zhvillimin normal të mësimit. Nga sot, mësimi vazhdoi sipas orarit të rregullt në të gjitha shkollat fillore, pas një pengesë duke u kthyer plotësisht në funksionin e tyre arsimor. Mësimit nuk janë kthyer nxënësit e klasëve të 9-ta, 10-ta, 11-ta dhe 12-ta, por megjithatë mësimdhënësit po. Ata do të vazhdojnë të respektojnë orarin e punës, pasi sipas drejtorit të arsimit në Gjakov kanë punë të shumta administrative të cilat duhen të kryen në këtë periudhë. Procesi mësimor tashmë ka përfunduar për klasat e 9-ta, 10-ta, 11-ta dhe 12-ta. Megjithatë, mësimdhënësit vazhdojnë të paraqiten në ambientet të shkollave edhe pas mbylljes së orëve të rregullta mësimore. Për detyrat që i presin mësimdhënësit gjatë kësaj periudhe, flet drejtori i arsimit në Gjakov, Hysen Brahimaj. Kanë punë administrative jashtëzakonisht shumë, që mendoj se komplet qershori
për afërsisht të shkon. Sidomos klasa 9 kanë diftesat, omzat, proceset e mbledhjet e zakonshme që i kanë në fund vitit, vlerësimin e punës që kanë brenda këtij vitit, po ashtu edhe klasat e 10 deri në klasat 12 të njëjtën e kanë. Në ka diçka që është me jashtëzakonshme mirë, po është punë administrative e të gjithë punëtorët e arsimit. Kësaj prezenca mësimdhënësve dhe pjesës tjetër të stafit në shkollë vazhdon sipas kalendarit shkollor dhe orarit të përcaktuar. Në raportin e oftalmologjisë në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda, sot kolegët festuan ditëlindjen dhe pensionimin e infermieres Melihate Varaku, e cila dha kontribut për mbi 4 dekada në po atë repart. Me duar trokitje e shkeli për herë të fundit këtë ambient. Infermierja në raportin e oftalmologjisë në spitalin e Gjakovës, Melihate Varaku, u prit nga kolegët të saj, shefi të cilëve kishte përgatitur një fjalim për të. Kujtimi dhe respekti për ju do të mbeten gjithmonë pjesë e ekipit tonë. Ju urojmë shëndet të plot, lumturi. E për emocionet e 46 viteve angazhim, foli edhe vetë protagonistja. Pas 46 vite përvoj si infermiere dal me zemër plot. Nga se ky profesion me mësoj që të jem sa më afër zemrave të njerëzve. Po ashtu, disa fjalë i a tha edhe vajza asaj. Sot nuk po shënon thjesht mbylljen e një kapitullit punës, por po kurorëzon një etapë të mbushur me sakrifica, dinitet edhe përkushtim. Për fund, asaj i udhërua mirënjohje në shenjë falënderimi për punën e saj në këtë repart. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndohemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Një person ka mbetur i vdekur si pasojë e lëndimeve të marra gjatë një përleshjeje. Në varrezat e dëshmorëve të rrugovës së Hasit, sot është përkujtuar e nderuar dëshmori Haxhi Hoti, i njohur si komandant Leshi. Procesi i votimeve të ditës së djeshme u karakterizua me numër të ulët të votuesve. Këtu marr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjekni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.